Planeti ynë është i mbushur me vende që tërheqin miliona vizitor, por është gjithashtu shtëpia e disa vendeve aq sekrete dhe të mbrojtura, se edhe afrimi pranë tyre mund të jetë i palishëm ose vdekjeprurës. Nga baza ushtarake që fshehin sekretet teknologjike të superfuqive botërore, te ishuj ku një hap i vetëm mund të kushtojë jetën, deri te varret të lashta që nuk duhet të shqetësohen kurrë. Këto janë disa nga vendet më të ndaluara në tokë. Mount Athos. Mount Athos është një gadishull malor në veri të Greqisë që funksionon si një shtet autonom monastik. Edhe pse ndodhet nën sovranitetin e Greqisë, ai operon si një republikë fetare veçqeverisëse e përbërë nga 20 manastire ortodokse lindore. Hyrja në gadishull kontrollohet rreptësisht dhe kërkon një leje të veçantë. Edhe në këtë rast, vetëm një numër i kufizuar pelegrinësh meshkuj lejohen ta vizitojnë çdo vit. Megjithatë, kufizimi më i jashtëzakonshëm lidhet me gjinin. Gratë janë plotësisht të ndaluara të hyjnë në të gjithë gadishullin. Ky rregull, i njohur si Avaton, daton që nga viti 1046 pas Krishtit. Ndalimi nuk zbatohet vetëm për gratë. Shumica e kafshëve femra, gjithashtu, nuk lejohen të hyjnë në territor. Ky rregull u vendos për të siguruar që murgjit të ruajnë një jetë të plotë celibati dhe përkushtimi. Sipas traditës, gadishulli është dedikuar plotësisht Virgjëreshës Mari, e cila besohet se është e vetmja grua që lejohet të jetë shpirtërisht e pranishme në këtë mal. Si rezultat, mali Athos mbetet një nga vendet e pakta në botë ku gjysma e popullsisë njerëzore është ndaluar ligjërisht të hyjë. Mali Amantau. Mali Amantau është mali më i lartë në vargmalin jugor të Uraleve, i vendosur në Republikën e Largët të Bashkortostanit në Rusi. Emri i tij në gjuhën lokale përkthehet si mali i keq, një emër që banorët vendas ja dhanë shekuj më parë, sepse prej kohësh e konsideronin këtë vend të mallkuar ose të rrezikshëm, shumë kohë përpara se qeveria ta mbyllte zonën. Rajoni përreth përbëhet nga pyjet të gjëra, të rezervate natyrore të mbrojtura. Megjithatë, ky mal në veçanti është bërë një nga vendet më sekrete dhe të ndaluara në Federatën Ruse. Arsyeja besohet të fshihet nën vetë malin, ku shumë mendojnë se është ndërtuar një nga komplekset ushtarake nëntoksore më të mëdha në planet. Dyshimet e Shteteve të Bashkuara filluan në vitet 1990, kur imazhet satelitore zbuluan projekte të mëdha gërmimi në zonë. Analistët vunë re gjithashtu ndërtimin e linjave hekurudhore dhe rrugëve që shonin drejt për drejt malit, projekte infrastrukturore të mëdha që dukeshin të pazakonta për një vend kaq të izoluar. I ndërtuar gjatë luftës së ftohtë, objekti përflitet se është një qytet sekret bërthamor i fshehur thellë nën planet. Disa raporte sugjerojnë se ai mund të strehojë deri në 60.000 njerëz dhe të koordinoj përgjigjen bërthamore të Rusisë në rast të një konflikti global. Zona është shpallur zyrtarisht një zonë e mbyllur nga qeveria ruse. Me kalimin e viteve, Rusia ka dhënë shpjegime të ndryshme dhe shpesh kontradiktore, duke pretenduar se vendi mund të jetë një minier, një depo ushqimore ose madje një bunker për të mbrojtur udhëheqësit kombëtar. Qëllimi i vërtet i këtij kompleksi mbetet një sekret shtetëror dhe hyrja në mal është rreptësisht e ndaluar. Shpella e Lascaux. E vendosur në jug të Francës, pranë fshatit Montignac në rajonin e Dordogne, një zonë e njohur për vendet e saj prehistorike. Kjo shpellë përmban disa nga pikturat prehistorike më të ruajtura në botë. Këto vepra arti janë më shumë se 17.000 vjet të vjetra dhe ofrojnë një pamje të jashtëzakonshme të kulturës së hershme njerëzore. Por nëse shpella përmban thesare historike kaq të çmuara, përse është mbyllur për publikun që nga viti 1963. Ironikisht, dëmi u shkaktua thjesht nga prania e njerëzve që e vizitonin. Shpella u zbulua rastësisht në vitin 1940 nga 4 adoleshentë dhe qeni i tyre. Pas luftës së dytë botërore, ai u hap për publikun dhe shumë shpejt u bë një atraksion i madh turistik, duke pritur më shumë se 10.000 vizitorë në ditë. Fatkeqësisht, dioksidi i karbonit nga frymëmarrja e vizitorëve, nxehtësia e trupit, lagështia në ajër
dhe kërpudhat e sjella në këpucët e tyre filluan të dëmtonin ngadalë pikturat e lashta. Algat e gjelbra dhe myku i bardh filluan të përhapeshin në muret e shpellës, duke kërcënuar të fshin përgjithmonë këtë art të çmuar. Për të shpëtuar këtë dëshmi të pazëvendësueshme të historisë njerëzore, Ministria Franceze e Kulturës e mbylli përgjithmonë shpellën origjinale. Sot turistët mund të vizitojnë vetëm një kopje të saktë të ndërtuar pranë saj, të njohur si Lascaux 2, ndërsa shpella origjinale mbetet në një karantinë të përhershme, e mbyllur për ta mbrojtur nga vetë njerëzit që dëshirojnë ta admirojnë. Area 51. Zona 51 është një instalim i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara, i vendosur një luginë të largët shkretinore në Nevada, rreth 130 km nga qyteti Las Vegas. Ajo ndodhet pranë shtratit të tharë të liçenit Groom, një vend ideal për pista sekrete ulje dhe teste të klasifikuara. Në shikim të parë, duket si një bazë ushtarake e zakonshme. Atëherë pse është bërë vendi ndaluar më i famshëm në botë? Përgjigja lidhet me rolin e saj si qendra e disa prej projekteve më të avancuara të aviacionit ushtarak të zhvilluara ndonjëherë. Për dekada me radhë, qeveria e Shteteve të Bashkuara mohoi madje edhe ekzistencën e kësaj baze. Sekreti që e rrethonte ishte aq i madh sa CIA nuk e pranoi zyrtarisht ekzistencën e saj deri në vitin 2013. Fillimisht, ky vend përdori për testimin e teknologjive shumë të klasifikuara të avionëve që duhej të mbaheshin të fsheta nga Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Megjithatë, ky sekret i thellë ushqeu teori të panumërta konspirative, përfshirë pretendimet se aty ruhen teknologji jashtëtoksore. Sot, zona 51 vazhdon të jetë plotësisht funksionale. Hapësira ajrore mbi të është trepësisht e kufizuar dhe hyrja në zonë është ndaluar në çdo rrethan. Perimetri ruhet nga sensor lëvizje, kamera survejimi dhe patrullat armatosura të autorizuara të përdorin edhe forcë dekjepruese nëse është e nevojshme. Ndërsa ideja për të hyrë fshehurazi mund të duket intriguese për disa njerëz, në realitet, afrimi pranë saj është pothuajse i pamundur. Isla da Queimada Grande. Ky ishull ndodhet rreth 30 km larg bregdetit të San Paulos në Brazil. Është një territor i vogël prej rreth 43 hektarësh, i mbuluar me pyje tropikale të dendura. Në shikim të parë, duket si një parajsë e bukur dhe e paprekur ishullore. Megjithatë, qeveria braziliane ndalon rreptësisht çdo zbarkim në të, në çdo rrethan. Arsyeja është tronditëse. Ishulli është shtëpia e përqendrimit më të madh të gjarprinjve helmues në planet. Isla de Queimada Grande është habitati vetëm natyror i nëpërkës së Art, Golden Lancehead, një nga gjarprinjt më vdekjeprurës në planet. Shkencëtarët vlerësojnë se në disa zona mund të ketë nga 1 deri në 5 gjarprinj për çdo metër katror. Helmi i kësaj specie është unik. Ai është rreth 5 herë më i fuqishëm se ai të afërmve të saj në kontinent dhe vepron jashtëzakonisht shpejt, duke shkaktuar shkatrim të rënd të indeve që mund të shkrijnë mishin rreth kafshimit. Këta gjarprinj mbetën të izoluar në ishull rreth 11.000 vjet më parë, kur rritja e nivelit të detit pas epokës së fundit të akullnajave e shkëputi ishullin nga kontinenti. Pa kafshë toksore për të gjuajtur, gjarprinjt evoluuan, duke u bërë jashtëzakonisht helmues, për të kapur zoj shtektar që ndalojnë në ishull për të pushuar. Një kafshim i vetëm mund të shkaktojë vdekjen në më pak se 1 orë. Për këtë arsye, marina braziliane ndalon rreptësisht hyrjen e civilëve në ishull, si për të mbrojtur jetën e njerëzve, ashtu edhe për të ruajtur këtë specie unike. E vetmja shenjë e pranisë njerëzore është një far i vogël që sot funksionon në mënyrë automatike. Në raste shumë të ralla, disa shkencëtarë mund të marrin leje për ta vizituar ishullin, por edhe atëherë mbijetesa nuk është e garantuar. Varosha. Varosha është një distrikt i qytetit Famagusta, në bregun lindor të Qipros. Gjatë viteve 1970 ishte destinacioni turistik më i popularizuar në Mesdhe. Hotele luksoze shtrieshin përgjatë plazheve të arta, duke tërhequr të famshëm dhe vizitorë të pasur nga gjithë bota. Ishte një parajsë turistike, plot jetë. Sot, megjithatë, është një qytet fantazm.
Në korrik të vitit 1974, Turqia pushtoi veriun e Qipros, pas një grushti shteti në ishull që synonte bashkimin e Qipros me Greqinë. Banorët e Varoshës, shumica grek qipriot, u larguan të tmerruar, duke menduar se do të ktheheshin pas disa ditësh. Në vend të kësaj, ushtria turke e rrethoi distriktin me tela me gjemba dhe shpalli zonë ushtarake. Për 50 vitet e fundit, Varosha ka mbetur e braktisur dhe ngrirë në kohë. Kombet e Bashkuara ndalojnë çdo përpjekje për të ripopulluar zonën dhe hyrja në të ka qenë për një kohë të gjatë e palishme. Për dekada të tëra, rrugët mbetën pikërisht ashtu si u lanë. Makinat e vitit 1974 duku ndryshkur në sallonet e shitjes. Pjata ende mbi tavolina në restorante dhe ndërtesa që po degradojnë ngadalë. Sot ndërtesat vazhdojnë të shemben, ndërsa natyra po rimerr gradualisht atë që dikur ishte një parajs për të pasurit. Varosha qëndron tani si një monument i heshtur i një konflikti politik ende të pazgjidhur. Vari Qinqihuang. Në vitin 1974, fermerët që pohapnin një pus pranë qytetit Xi'an në Kinë bën një nga zbulimet arkeologjike më të jashtëzakonshme në histori, ushtrinë e Terrakotës. Kjo ushtri e madhe, me më shumë se 8.000 ushtarë prej balte në madhësi reale, u krijua për të ruajtur varrin e perandorit të parë të Kinës, Qinqihuang. Megjithatë, këta ushtarë janë vetëm rojet e jashtme. Dhoma e vërtetë e varrimit të perandorit mbetet e vulosur edhe sot. Pavarësisht teknologjisë moderne, mauzoleumi qendror nuk është hapur kurrë. Qeveria kineze ndalon gërmimin, pjesërisht nga respekti për vendin historik dhe pjesërisht nga frika se mund të dëmtohet ajo që ndodhet brenda. Qinqihuang, i cili bashkoi Kinën në vitin 221 para Krishtit, ishte një sundimtar briljant, por edhe i pamëshirshëm. I fiksuar pas pavdeksisë, ai urdhëroi ndërtimin e një kompleksi gjigant varri, që do të përfaqësonte perandorinë e tij në jetën e përtejme. Tekstet historike të lashta përshkruajnë varrin si një vend të mbushur me kurthe vdekjeprurse, përfshirë harqe automatike që supozohej të qellonin mbi çdo ndërhyrës. Ato përmendin gjithashtu një model miniature të perandorisë së tij, me lumenjë dhe oqeane të krijuara nga mërkuri lëngshëm që rrithte mekanikisht. Studimet moderne shkencore kanë zbuluar nivele jashtëzakonisht të larta të mërkuri në tokën përreth tumës së varrit, duke sugjeruar se këto përshkrime të lashta mund të jenë të vërteta. Për momentin, varri i perandorit mbetet i vulosur nën tokë. Arkeologët besojnë se teknologjia aktuale e gërmimit mund të dëmtojë artefaktet e brishta brenda. Prandaj vendi do të mbetet i paprekur derisa të zhvillohen metoda që mund të ruajnë në mënyrë të sigurt gjithçka që ndodhet brenda tij. Çernobili. Më 26 prill 1986, në atë që atëherë ishte Ukraina sovjetike, reaktori numër 4 i centralit bërthamor të Çernobilit shpërtheu, duke shkaktuar katastrofën bërthamore më të madhe në historinë e njerëzimit. Aksidenti shkaktoi një shpërthim të madh avulli dhe një zjarr që lëshoi një erë radioaktive mbi Europë. Rrezatimi i çliruar u vlerësua të ishte rreth 400 herë më i fuqishëm se bomba atomike e hedhur mbi Hiroshima. Sot, qyteti i braktisur i Pripyatit tërheq turist nga e gjithë bota. Megjithatë, Çernobili vazhdon të jetë në listën e vendeve të ndaluara, sepse zonat më të rrezikshme mbeten plotësisht të kufizuara. Edhe pse disa pjesë të zonës së përjashtimit prej 30 km mund të vizitohen sot me guida të autorizuara, epiqendra e katastrofës mbetet rreptësisht e ndaluar. Hyrja në sarkofagun origjinal ose në strukturën gjigande të quajtur New Safe Confinement, që mbulon reaktorin që nga viti 2016, lejohet vetëm për shkencëtar të specializuar dhe personel mirëmbajtje të pajisur me mbrojtje ekstreme. Disa vende mbeten veçanërisht të rrezikshme. Për shembull, në bodrumin e spitalit të Pripyatit ndodhen ende rroba të veshura nga zjarrfiksit e parë që u përgjigjen shpërthimit. Këto uniforma thithën nivelet të jashtëzakonshme rrezatimi dhe edhe sot mbeten shumë radioaktive. Edhe më i njohur është pylli i kuq, ku pishat vdiqën
dhe morën një ngjyrë kafe të kuqeremt për shkak të ekspozimit ndaj rrezatimit. Toka në këtë zonë vazhdon të lëshojë nivele rrezatimi që mund të jenë vdekjeprurëse. Hyrja në këto vende kufizohet jo vetëm nga barriera fizike, por edhe nga arsyeja e shëndosh. Ato mbetën një kujtesë e përhershme e një prej dështimeve teknologjike më katastrofike në histori. Ise Grand Shrine. Faltoria e madhe e Ise, e vendosur në prefekturën Mie në Japoni, është vendi më i shenjtë i fesë Shinto. Ndryshe nga shumë vende të tjera të ndaluara, ky nuk është një objekt ushtarak dhe asnjë vend i rrezikshëm. Atëherë përse konsiderohet një nga vendet më ekskluzive dhe më të kufizuara në tokë? Arsyeja lidhet me traditën dhe spiritualitetin. Hyrja në shenjtoren e brendshme të faltores është rezervuar vetëm për një person, perandorin e Japonisë. Sipas besimit të lashtë, familja perandorake rrjedh nga perëndesha e diellit Amaterasu, një nga hynit më të rëndësishme në mitologjinë Shinto. Thuhet se faltoria ruante sare të shenjta kombëtare, përfshirë pasqyrën e shenjtë që besohet se simbolizon lidhjen midis perandorit dhe paardhëses së tij hyjnore. Edhe pse në vitin 1946 perandori deklaroi zyrtarisht se nuk ishte një zot i gjallë, tradita vazhdon. Për të ruajtur pastërtinë shpirtërore, faltoria shmontohet plotësisht dhe rindërtohet saktësisht në të njëjtën formë çdo 20 vjet. Ky ritual është kryer pothuajse pa ndërprerje që nga viti 690 pas Krishtit. Vizitorët lejohet të shohin vetëm pjesën e jashtme të faltores, duke qëndruar pas disa barrierave prej druri. Zona e shenjtë e brendshme mbetet e mbyllur për të gjithë vizitorët e zakonshëm, duke ruajtur shenjtërinë e këtij vendi. North Sentinel Island. Ishulli North Sentinel ndodhet në arkipelagun Andaman në Oqeanin Indian dhe i përket Indisë. Është një ishull tropikal me sipërfaqe rreth 60 km², me plazhe të bardha dhe xhungla të dendura që duken pothuajse të paprekura. Me gjithë bukurinë e tij, qeveria indiane dalon rreptësisht çdo që t'i afrohet ishullit brenda një distance prej 5 kilometrash. Arsyeja është se ishulli është shtëpia e një prej popullatave njerëzore më të izoluara dhe më armiqësore në tokë, sentinelasve. Ky fis ka jetuar pa kontakt të rëndësishëm me botën e jashtme për mijëra vjet. Studiuesit besojnë se ata mund të jenë pasardhës të drejtë për drejtë të disa prej popullatave më të hershme njerëzore, që u larguan nga Afrika dhe kanë mbetur të izoluar gjenetikisht për rreth 60.000 vjet. Sentinelezët janë të njohur për sulmet e menjëhershme ndaj të huajve, duke përdorur harqe, shigjeta dhe shtiza. Disa incidente tragjike kanë konfirmuar seriozitetin e kësaj armiqësie. Një nga rastet më të njohura ndodhi në vitin 2018, kur një misionar amerikan i quajtur John Allen Shaw u përpoq të arrinte në ishull dhe u vra menjëherë pas zbarkimit. Ndalimi nga qeveria ka dy qëllime. Së pari, mbron të huajt nga një përballje që pothuajse me siguri do të ishte fatale. Së dyti dhe më rëndësishmja, mbron vetë fisin. Edhe një sëmundje zakonshme si ftohja mund të shkatronte popullsinë e tyre, pasi ata nuk kanë imunitet ndaj shumë sëmundjeve moderne. Për këtë arsye, ishulli North Sentinel mbetet një nga vendet e pakta në tokë ku izolimi zbatohet për mbijetesën e vetë banorëve të tij. Pine Gap. Thellë në shkretëtirën e Australisë qendrore, rreth 18 km nga qyteti Alice Springs, ndodhet Pine Gap. Në shikim të parë, duket si një instalim i zakonshëm qeveritar, i shënuar nga disa kupola të mëdha, të bardha radari që ngrihen mbi peizazhin e thatë. Por shumë njerëz pyesin, pse do të ekzistonte një objekt i tillë në mes të askundit, dhe pse hapësira ajrore përreth është nga zonat më të kufizuara në tokë. Përgjigjja është se Pine Gap besohet të jetë një nga bazat më të rëndësishme të mbikëqyrjes satelitore në botë. Ky objekt operohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Australia dhe luan një rol kyç në mbledhjen globale të inteligjencës. Nga kjo zonë e largët, përdoren sisteme shumë të avancuara për të monitoruar sinjale dhe komunikime nga e gjithë bota. Shumë ekspert besojnë se baza është lidhur me rrjetin global të përgjimit të komunikimeve
të njohur si Echelon, i cili intercepton komunikime elektronike në shkallë botërore. Vendodhja e bazës nuk është rastësi. Pozicioni i saj izoluar e bën jashtëzakonisht të vështirë për të vëzhguar nga toka. Ajo ndodhet gjithashtu mjaftueshëm në jug për të ulur rrezikun e goditjes nga raketa balistike ndërkontinentale të lëshuara nga hemisfera veriore. Në të njëjtën kohë, gjerësia gjeografike e saj lejon monitorimin efektiv të rajoneve si Azia dhe Lindja e Mesme. Në shumë mënyra, Pine Gap funksionon si një poc gjigant përgjimi në shkëtëtir dhe hyrja në këtë objekt është treptësisht e ndaluar për të mbrojtur sekretet e operacioneve globale të mbikëqyrjes. The Doomsday Seed Vault. Në një ishull të largët norvegjes në Arktik, ndodhet një nga sigurimet më të rëndësishme të njerëzimit, bunkeri global i farave në Svalbard. I vendosur rreth 1300 km nga poli i veriut, ky objekt është gdhendur thellë në anën e një mali të ngrirë. Shpesh quhet bunkeri i fundit të botës. Qëllimi i këtij instalimi është të ruajë diversitetin gjenetik të kulturave bujqësore të botës. Bunkeri ruan kopje rezervë të farave nga pothuajse çdo kulturë bujqësore në tokë, duke përfaqësuar më shumë se 1 milion varietete. Hyrja në këtë objekt është shumë e kufizuar. Bunkeri ndodhet rreth 120 metra brenda malit, në permafrostin arktik, i cili funksionon si një frigorifer natyror që ndihmon në ruajtjen e farave edhe nëse energjia elektrike dështon. Hyrja e vetme është një tunel i gjatë i mbrojtur nga disa dyert sigurie të përforcuara. Vetëm një numër shumë i vogël personeli të autorizuar nga bankat ndërkombëtare të farave lejohet të hyjë në bunker. Misioni i tij është i thjeshtë por jetik. Nëse bujqësia globale do të shkatërrohej ndonjëherë nga lufta, katastrofat klimatike ose fatkeqësi të tjera, farat e ruajtura aty mund të ndihmonin njerëzimin të rindërtonte furnizimin me ushqim. Zona e kuqe. Në verilindje të Francës ekziston një zonë që mbulon rreth 10.000 km2, e njohur si zona e kuqe. Më shumë se 100 vjet pas përfundimit të luftës së parë botërore, kjo zonë vazhdon të jetë rreptësisht e kufizuar me ligj. Arsyeja lidhet me betejën shkatruese të Verdunit, e cila zgjati 10 muaj në vitin 1916 dhe u bë një nga përplasjet më brutale në histori. Gjatë kësaj beteje, u qelluan më shumë se 60 milion predha artillerie në një zonë relativisht të vogël. Toka u mbush me municione të pashpërthyera, mbetje gazesh toksike dhe nivele jashtëzakonisht të rrezikshme, metalesh të rënda si plumbi, mërkuri dhe arseniku, të mbetura nga armët kimike. Dëmi në tokë ishte aq i madh sa pjesë të tëra të territorit u shpallën përgjithmonë të pabanueshme. Fshatra të tëra u shkatruan dhe nuk u rindërtuan kurrë. Disa prej tyre ende shfaqen në harta si fshatra të vdekur, të ruajtur vetëm si referenca historike. Zona e kuqe është në thelb një shkëtëtir toksike, ku vetë toka mbetet e rrezikshme. Ajo qëndron si një memorial i hapur për tmerret e luftës industriale dhe si një kujtesë se sa thellë lufta mund ta plagos tokën. Vozrozhdejna Island. Ishulli Vozrozhdejna, emri i të cilit do të thotë rilindje, ndodhet në atë që ka mbetur nga deti Aral, një det i madh i brendshëm që diku është rrije midis Kazakistanit dhe Uzbekistanit. Pjesa më e madhe e këtij deti u zhduk pasi projekte të mëdha sovjetike të ujitjes të vijuan lumenj që e ushqenin, duke lënë pas një pellg të fragmentuar dhe në të kurrje. Gjatë luftës së ftohtë, ky ishull i izoluar u bë një nga vendet më sekrete të Bashkimit Sovjetik. Ai shërbeu si terreni kryesor i testimit për programin sovjetik të armëve biologjike, të njohur si biopreparat. Shkencëtarët kryen eksperimente me patogjen vdekjeprurës, si antraksi, lia dhe murtaja bubonike. Një nga incidentet më alarmante ndodhi në vitin 1971, ku një test i lis doli jashtë kontrollit, duke shkaktuar një shpërthim që vrau disa njerëz. Më vonë, në vitin 1988, Bashkimi Sovjetik u përpoq të zhdukte sasi të mëdha antraksi, duke varrosur tonelata sporesh në ishull. Kur Bashkimi Sovjetik u shpërbë, objekti u braktis. Megjithatë, ishulli mbetet jashtëzakonisht i rrezikshëm.
Shumë nga kontenierët e varrosur kanë filluar të korrodohen dhe sporet e antraksit mbeten potencialisht vdekje prurse. Për shkak të këtyre rreziqeve, zona konsiderohet ende një nga vendet më të rrezikshme të ndotjes biologjike të mbetura nga lufta e ftohtë. Labirinti Hawara. Pranë piramidës së lashtë të Hawarës, në rajonin Fayum të Egjiptit, ndodhet labirinti legjendar i Hawarës. Historianë të lashtë përfshirë Herodotin e përshkruanin atë si një strukturë gjigande me mijëra dhoma. Sipas përshkrimeve të tij, labirinti përbante rreth 3000 dhoma, të vendosura si mbi tokë, ashtu edhe nën tokë. Vetë Herodoti pohonte se ky kompleks ishte aq mbreslënës, sa e i kalonte edhe piramidat për nga madhështia dhe madhësia. Për shekuj me radhë, ekzistenca e një strukture të tillë mbeti e pasigurt. Megjithatë, në vitin 2008, eksplorimet me radar zbuluan atë që duket të jetë një formacion i madh nëntokësor, pikërisht në vendin ku tekstet e lashta thonin se ndodhej. Megjithatë, pavarësisht këtij zbulimi, qeveria egjiptiane ka kufizuar gërmimet në shkallë të gjerë dhe hyrjen në zonë. Zyrtarisht, këto kufizime bëhen për të mbrojtur vendin, i cili rrezikohet nga ujërat nëntokësore dhe përmbytjet. Por fshehtësia që e rrethon këtë vend ka ushqyer teori të panumërta për atë që mund të fshihet vërtet në rrën e shkretëtirës. Nëse labirinti do të zbulohej plotësisht, ai mund të ndryshonte mënyrën se si e kuptojmë civilizimin e lashtë egjiptian. Për momentin, një nga misteret më të mëdha arkeologjike të Egjiptit mbetet i mbyllur për botën. Dhe këto janë 15 nga vendet më të ndaluara në tokë, secili prej tyre ka historinë e vet, disa të lidhura me rrezikun, të tjera me sekretin, historinë ose traditat e shenjta. Faleminderit që na ndoqët. Abonohuni në kanalin ton për të parë më shumë video të tilla.